حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الطحاوي رحمة الله عليه وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. I obligohet të robit Allahut Azza wa Jall ta di, ta kuptoj se dija e të madhet Allah i ka përfshi të gjitha krijesat e tij. Dhe se ato, do me thonë, dijen e tij për krijesat e tij i ka shënuar dhe i ka bërë kader. Është për qëllim kaderi që të sekderi me tani më herët. Këta që ka e cek është obligim për muslimanin me ditë dhe me kuptu dhe me pas bindje të fortë. Dhe se Allahu Azza wa Jall që shkarë në hadith që është cek më shumë se njëherë i ka bërë kader caktim, kadere caktime të Rabbet të tij para se ta krijoi tokën dhe qiellin për 50.000 vite. Atër kur arshi i tij ka qenë mbi ujë. Allah ka ditur që gjërat kanë më ndodhur. Dhe nuk kanë qare pa ndodhur në atë mënyrë, në atë formë, në atë kohë, në atë vend që ka caktuar i madhi Allah. Për çdo krijesë nuk ka diçka që e kundërshton dijen e Allahut, kaderin e Allahut Tebareke wa Taala. Natyrisht, ka pi fraksioneve të cilat se Mu'tazilet dhe Qaderit, të cilat kanë thënë se i madhi Allah nuk i din gjanat senet derisa të ndodhin. E pas se të ndodhin, Allahu i din. Ne nuk e dim dijen e Zotit, vetëm atë çka e ndodh i madhi Allah. Nuk mund përfshim për dijes të Allahut, vetëm atë çka dën Allahu. Pra, nëse ndodh Allahu e bën një send, ne i dim se Allahu pas ka dashur, e pas ka pas shënuar, pas ka pas bërë kader, dhe të asha ajo ka ndodhur, dhe themi se kështu pas ka qenë në dijen e të madhët Allah. Dhe tashmë, ajo është pjesë e dijes së Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alayhi, imanin qadar, wa dhalika min عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه
وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. Pra, të besuaret në kader, pra më herët tha se duhet besoj njeriu, është obligim ta kuptoj njeriu, të bindet thellë për kaderin, e tash thot një gjatët e tillë është prej shtyllave të imanit dhe prej bazave të njohjes së të madhit Allah dhe të kuptuarit të uhidit të Allahut Azza wa Jall. Është një prej bazave të imanit, që shka ardhur hadith të Gjebrailit, alayhi salam, i cili ka ardhur në formën e njeriut dhe ka pyetur pejgamberin alayhi salam se çka është imani, e pejgamberi ka thënë ta besosh Allahun, melaqet e tij, librat e tij, pejgambert e tij, ditën e gjykimit dhe kaderin e Allahut, khairihi wa sharrihi, edhe të mirën, edhe të ligën. Pra ka bërë çështjen e kaderit pjesë të imanit, dhe në fund hadithit i ka thënë Omerit alayhi salam, a din se kush ishte ky i cili na pyeti, e pejgamberi tha Allahu dhe pejgamberi ti e din kush ishte ky. Pejgamberi tha fa innehu Jibril, kjo është Gjebraili alayhi salam, apo ky ishte Gjebraili, ka ardhur me u mësuar juve fen e juaj. Pra ka ardhur me ju tregu juve se çështja e kaderit është të besuarit në kader, është bazë prej bazave të dinit të Allahut Azza wa Jall, pa të cilën dini Allahut është i mangët dhe nuk pranohet të robi Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye, ata të cilët e kanë mohuar kaderin, e kanë mohuar një shtyllë të imanit dhe si të tillë e kanë mohuar dinin krejt. Wal-i'tirafu bi tauhidillahi wa rububiyyatihi, dhe është pjesë e njohjes së të madhit Allah Azza wa Jall. Sepse njohja e të madhit Allah është si mbas sifateve dhe cilësive të Allahu te bareke wa taala. Ne i besojmë cilësitë e të madhit Allah. E prej cilësive të madhit Allah është me krijuar. Allahu krijon çdo gjë. S'ka krijues tjetër pas Allahut. E ai i cili mendon se ka dikush ka krijon tjetër përpas Allahut, ai ka sjell rival të madhit Allah Azza wa Jall. Dhe si i tillë, ai i cili mendon se njeriu e krijon kaderin e vet, veprën e vet, faktikisht i kanë vesh atij një cilësi që e ka qitur jashtë kompetencave të madhit Allah te bareke wa taala. Për atë arsye, kaderit në këtë kontest kanë dalur prej dinit të Allahut dhe ulemaja i kanë quajtur me gjusu hadhihil umme, me gjus zjarpotista të këti ymeti. Qëfar? Sepse kanë thonë njeriu e krija punën vetë, e Allahu nuk ja krijan. Pra Allahu krijan diçka, për edhe unë krijoj diçka. Jo, por Allahu krijan gjithçka e ne nuk krijojmë kurrgjë. Asgjë nuk krijon njeriu, por krijon vetëm i madhi Allah, dhe të krijuarit është cilësi e Allahut te bareke wa taala. E ne e besojmë se çka thon Allahu, wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira,
dhe Allahu ka krijuar çdo gjë. Çdo gjë është bashkë të gjë. Çka ka në këtë gjithësi dhe e ka bërë atë i madhi Allah Azza wa Jall qadar. Dhe ka thonë Allahu, wa kana amrullahi, dhe çështjet ndodhit punë të madhit të Allah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, janë të përkufizuara, janë të perceptuara, janë të shënuara, janë të definuara dhe të bëra qadar, dhe si të tilla nuk kanë mundësi të lëvizin dhe nuk ka mundësi jeta e njeriu të krejt të dalë në asnjë mënyrë prej dijes së Allahut, prej kaderit të Allahut dhe jo vetëm e njeriut, por çdo gjë që ka ndodhur nën pushtetin e të madhit Allah Azza wa Jall, prej arshit të tij e deri në fund tokës, atje çka ka nuk mund të ndodhë diçka jashtë atë dijes së të madhit Allah Tebareke wa Taala. Dhe ne këtë çështje e kemi pjesë të imanit edhe të besimit se Allahu e di çdo gjë, e ka shënuar çdo gjë, e ka bërë çdo gjë qadar, dhe me lejen e tina, me ilmin e tina, me dijen e tina, ndodh çdo send dhe nuk ka mundësi diçka të dalë jashtë pushtetit të tij. Dhe kjo është pjesë e njohjes të madhe të Allah që e njohim ne ehli sunneti Zotin ton Tebareke wa Taala. Për atë arsye Imam Tahawiu në vazhdim thot për rrezikun e madh, për pasojat të mëdha negative që i ka mos të besuarit fare apo mos të besuarit e shëndosh në çështjen e kaderit. Fa wailun liman sara qalbuhu fil qadri qalban saqima. I miri që zemra e tij në çështjet kaderit është zemra e smut. I miri i cili zemra e tij në çështjen e kaderit është zemra e smut, në çështjen e të besuarit të kaderit. فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. Ai është munduar që jo me dijen e tij, po me hamendjen e tina të zbërthej, të zbuloj, të futet mrenda sekretit madh të Allah Azza wa Jall, e nuk mund të vijë me dije, wa aada bima qala fihi affakan athima, dhe nuk mund të kthehet me dije të Allahut, por kthehet me gjunah të madh. Ka për qëllim rahmetullahi alejhi se zemra se zemër ka jetë dhe ka vdekje, ka smundje dhe ka shërim. Dhe një gjë e tillë është më e madhe se sa që i përket trupit. Smundja e zemrës është më e madhe se sa smundja e trupit. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha." A është i njëjtë ai i cili ka zemrën e vdekur dhe ne ja kemi ngjallur atij në zemër. Pra e ka cek zemrën e vdekur edhe zemrën e gjallë. Dhe që kemi ngjallë zemrën, i kemi bërë ati nuri që hecë me të mes njerëzive. A është i barabartë ky i njëjtë me atë keme mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha? A është ky i barabartë me atë i cili ecë në rësira? Jo në rësirë njëjës, por shumë në rësira, se rësirat e kufrit janë të shumta, ndërsa nuri dhe drita Allahut është një. Për atë arsye, kur është puna të drita dhe të rruga e mbar dhe shëndosh, gjithëherë Allah e përdor një, se është veç një, nuk ka rrugë tjera të vërteta, ndërsa kur është çështja të rrugët të dalaletit, Allahu përdor shprehjen në shumë, sepse ato janë në shumës. Dhe ato rrugë sa vijnë shtohen, sado që tjetë, ka për qëllim
se zemra ka zemër shnosh dhe ka zemër të smut, dhe zemra ka jetë dhe zemra ka vdekje. E zemra shëndosh është aje cila kur t'i paraqitet përpara e mira dhe e keqja, arrin me dallua të mirën nga e keqja. E ngreh të mirën dhe nuk e kthen kryt dhe largohet nga e keqja. Për ndryshe, ajo zemër e cila nuk arrin me dallua të mirën prej të keqjes, por çka të afrojsh të merr, çka të afrojsh ajo merr, ajo zemër është zemër e smut dhe punë t'i ka shumë keq. Për ata Abdullah ibn Mesudi ka thonë, e ka pas punë e tina, ka pas punë e ti personi, i cili nuk është gjendje me dallue me zemrën e ti të mirën dhe të keqen, të marrën dhe të prapten. Nuk është ka marru ai njeri i cili nuk është në gjendje me dallu me zemrën e ti të mirën nga e keqja. Pastaj smundjet e zemrës janë smundje të epsheve dhe smundje të dyshimeve. Zemra mund smuhet me epshe, ku nuk ngopet vetëm me haram, apo nuk mjafton me halal, thuaj ndash më ndryshe, por tur vrap drejt haram. Aja smundje është e epsheve, për çfarë do interesi dhe të mirët kësaj dynjaje qoftë. Por është ana tjetër smundje e dyshimeve, kjo është më e rëndë, sepse smundja e dyshimeve ka të bëj me akide, me tauhid, ndërsa smundja e epsheve ka të bëj me haramet kësaj dynjaje. E të vepruarit e harameve është shumë më lehtë se sa të vepruarit apo futja në dyshime në çështjen e akides, të besimit të madhët Allah Azza wa Jall, sepse smundja e zemrës në akide ka mundësi e nxjerr njeriu prej dinit krejt, Allahu na ruaj. Ndërsa smundja e zemrës në çështje të dyshimeve, në çështje të epsheve, është çështje e cila ja dobëson muslimanit, besimtarit zemrën, por nuk mund të gjykojmë sa të zemër e nxjerr prej dinit krejt, dhe është më lehtë me shëruar atë, se sa me shërue zemrën e cila ka dyshime në akide. E ai i cili futet, thellë mundohet me zbulu prej kaderreve të madhet Allah, po dhe thuj ndash pak më ndryshe, ai i cili mundohet me mendjen e tij shumë të shkurt edhe dijen e tij shumë të përkufizuar, përpiqet të zbuloj prej dijes të Allahut, të dëshifroj kaderën e të madhet të Allah, ai nuk do të arrin asnjëherë, sepse kemi thënë më herët, kaderi është sirrullah, është sekreti i Allahut në krijesat e tij, dhe nuk ka kush që mundohet më fut atë, që shkaceki më Tahaviu, e që nuk kthehet me humbje, me ignorancë, po dhe me humbje, me gjunahe dhe me mëkate. Për atë arsye, muslimanët, besimtarët e ehli sunneti e kanë këtë çështje të qartë. Allahu e din çështjet, ato besin të msheftat të Zotit, derisa na qet në shesh diçka që ka dënë prej dijes tina, që shka thonë Allahu, alimul gajbi, ajetin të msheften, fela yudhiru ala gajbihi ahada, illa men irtada min rasulin. Dhe ai nuk i tregon askujt, nuk e çfaq dijen e tina, askujt nuk e çfaq, vetëm kujt të dën prej ndonjë të dërguarit të tij, e pastaj na vjen neve, dhe tashmë në këtë kohë nuk është me tash dije sekret enkas e Allahut, veç për Allahun, por edhe ne e dim atë që ka dashur Allahu të ndodh. Për ndryshe, gjërat mbesin të mshefta, e ne besojmë në kader, dhe kaq për çështjen e kaderit, e pastaj në temën e ardhshme me emër të Allahut, fletim më Tahaviu për arshin dhe kursijun,
e që është një temë shumë e nxehtë dhe bajake edhe diskutabile mes fraksioneve ehli sunetit edhe të tjerëve, deri atëherë wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala sejidina wa nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Që të punojmë pra, ja Rasulullah, ka thonë pejgamberit një të ngja, punone i melu fe kullun mujesser, se cilit dhe të letësohet aje që ka është punuar. E ngjesh me hadithin e Aliut më herët, se gjërat janë të mshefta të madhi Allah, por janë të definuara në mënyrë të prerë, as nuk shtohen, as nuk pakohen, por e ne duhet ta lypum rrugën e xhenetit. Në lidhje me pjesën e dytë që tha wal amalu bil khawatim, dhe veprat janë si mbas fundit, e që kjo është në kulminacion të rëndësisë. Ka thonë Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu, ky sahabi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndodh që njeriu punon punë të xhenetlive. Punon punë të xhenetlive derisa të doket njerëzve se ajo është për xhenet, në realitet ajo është për xhenem. Në realitet është për xhenem. Dhe të kundërtën, ndodh që njeriu të punojë punë të xhenemit, derisa njerëzit i duket se ajo është për xhenem, në realitet ajo është për xhenet. Dhe ka thonë në fund të këtij hadithit, wa innamal a'malu bil khawatim, me të vërtet, apo më në shonë edhe ndryshe sepse veprat janë si mbas fundit. Ka për qëllim, mund punoj njeriu punë të xhenetit në sytë njerëzve. E njerëzit mendojnë se është për xhenetlive. Ndijen e Zotit është se është për xhenemlive. Që shka qenë rasti ati sahabijut, të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është lavdruar për trimnin e tij, për luftën e tij. E pejgamberi ka thonë, lenat mesele se është për xhenemlive. Dhe sahabët janë çuditur, qysh për xhenemlive, kurse veprat për i bën për xhenetlive, në xhihad, për lufton, për del për i të parve në front, këtu janë veprat më dhanë, sytë tonë të xhenetit. Por pejgamberi po e din prej Allahut madhruar atë që as din këta, se kënë sytë njerëzve, të Zoti e ndrysh është. Pra të arsye e erdhi fund ati sahabiu, ati njeriu, i cili o lënduën betej dhe nuk mujti me bë sabër në plagën e vetë që pat, edhe drejtej shpatën në tokë, me te në barkë dhe i gju shpatës për mi, dhe e myti vetën. Dhe erdhën të regun pejgamberit alayhi salam, thanë ja Rasulullah, ai person për të cilën të kemi thanë më herët, se është për xhenetlive, apo po punon punë të mëdha, ai e mbyti vetën. Pejgamberi tha, Allahu akbar. Unë jam Rasulullah. Unë jam Rasulullah. Pra ai thashën e ju se nuk ka për xhenetlive, sepse fundi herë vepër e xhenemit, me myt vepër e xhenemit. Qëllimi është se njeriu më herët tha, i letohet ajo që është përgatitur krijuar për te, por nuk është e sigurt. Tash po do të thonë nuk është sigurt. Nuk është sigurt sepse nëse vazhdojmë që ashtu, shpresat janë shumë të mëdha, por nuk e dim çka na vjen fundi.
Fundi nuk e dim çysh na vjen. Për atë arsye kjo pjesë përvërteton innamal a'malu bil khawatim, veprat janë simbas fundit çysh të vjen. Ka ardhur edhe në Buhari edhe në Muslim nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: ndikujna për ju, se cilët njeri, fillimi i krijimit i në nanën e tij është tregon fazat e krijimit, 40 ditë, pike ujë trash, pastaj 40 ditë në formë pak më të ndryshe, pastaj 40 ditë në formën tjetër, derisa krijohet fryti plot, masën që 20 ditë dhe Allahu e dërgon me laçën dhe i fryn dhe hin shpirti që asaj foshnje. Edhe urdhërohet me laçja t'ja shënoj 4 gjëra. Mja shënuar rrezikun e tina, mbart nanës, e gjelin e tij kur ka me vdek, amelin e tij, punën që ka me punu, shaqiyan am sa'id, dhe ka me qenë i lumtur apo i mirë, a ka me qenë në rrugë Zotit apo në rrugë drejtësit. Pra një herë shënuar atje para se të krejë Allahu tokën edhe qiejt. Prap e rishënuar në barkun e nanës, ende para se me lind edhe para se me dalë në këtë dynja. Pastaj ka thonë: pasha Zotin që nuk ka tjetër postina. Dikush prej jush mund të punoj apo ndodh që të punon prej punëve të xhenetit, derisa mos të mbetet mes tij dhe mes xhenetit vetëm sa një pjesë e dorës, kaq. Sa një dhëra, sa një kuti. Pastaj kthehet edhe punon në punë të xhehenemit, Allahu na ruajt edhe futet në xhehenem. Edhe ka dikush për jush që punon punë të xhehenemit, derisa nuk mbetet mes tij dhe mes xhehenemit sa një dhira, sa një kuti. Fesbiquhu al-kitab, dhe i del libri përpara. I paraprim kaderi Allahut se ka me qenë prej xhenetlive, kthehet punon veprat xhenetit, vdes me veprat xhenetit edhe futet në xhenet. Pra kjo e ndërlidhet, e shpjegon hadithin e mëhershëm dhe ndërlidhet me atë se njerëzve i doket nga njëherë që njeriu punon punë xhenetit, ai është kundërtën, apo punë xhenemit është kundërtën. Kjo hadith i dyti shpjegohet me të parën, sepse nuk është edhe e kapshme dhe logjike që njeriu të punoj 80 vjet punë të mira të xhenetit, e pastaj për 5 minuta, e për 5 ditë, e më pak e më shumë, e për 5 javë, le të jetë sa të jetë, me punu punë xhehenemit e me hinë xhehenem. Vetëm se ato punë të xhenetit, që shka hadithe më herët, në sytë njerëzve. Në sytë njerëzve. Po, a nëse nuk i kanë sytë njerëzve, Allahu i madhruar nuk e shgënjen robën e vetë. Nëse ka për Allah, veprat, Allahu edhe fundi kom ja prue me vepra të cilat janë për xhenet. Por njerëzve i duket. Për atë arsye këtu ne tutemi sa i kem për Allah tamam. Sepse neve mund t'ja bëjmë vete rrafsh, po të tjerë na lavdrojnë, a nuk e dim se ku jemi shënuar të Allahu, dhe na hen vetja në qef në hoj pak, se jemi për xhenetlive, e na vje fundi, i ndërprej punë të mira, në të kundërtën punojmë punë të këqija, Allahu na ruajt, edhe futet në xhehenem, sepse fundi veprat janë simbas fundit. Për ata është tepër më rëndësi që muslimani ta lësë Allahun veprat më të mira me qenë veprat e fundit. Dhe fundi më në ardhi mirë, gjithmonë me bë dua.
me na sjell Allahu fundin e mirë. Se fundi mund të jetë pak sekonda, mund të jetë pak minuta. Dhe të hum kontrolla krejt. Dhe nuk është sen që mund të definosh të tamam. Por që shtë tani madhi Allah Azza wa Jall. E Allahu ta leton që shke qenë më herët e që shtë ka shënu atje. Është me lehtësim Zotit. Zotën krejt veprat, para ta kënë hadith më herët, po nëni se sësë të lehtësohet e për që ha kriju. Tëna veprat e me lehtësim të Allahut, që në lehtësën e vë Allahu, sa t'jem shëndosh, dhe sa t'jem qetë dhe t'lirë, ta madhërim dhe adhërim Allahun, gjithashtu në lehtësën, në kushtet vështira dhe të randa, qoftë s'mum vdekjes, qoftë s'provat më varu, në zëtë parasim me vdek, nuk e di me që në gadet i madhi Allah, me që në spravan, ja i në farcan, nëse jem për gjenet live, Allahu në boh prej tyre, ja Rabbel Alimin, në ruaj prej gjehnemit dhe çdo vepër e cilë në shpijen në gjehnem, e në boh prej tyre që fjallët dhe veprat më të mire në veprat e fundit. Allahumma amin, wa Allahu alem, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر